Dhe tash ora shënon 5 e mëngjesit dhe është emisioni mi çmendur që mund të jetë në arenën, jo vetëm kombëtare, po jo vetëm, sepse shumë e rrallë emisioni në 5 e mëngjesit dhe emisioni o vllaf, kemi të ftuar me që jemi në ditë festa, sot është data kurime me 20, 21, 22. Sot është data 22 dhjetor, për 3 ditë festojmë Krishtlindjet. Kemi të ftuar guzhinjerin me famë botërore, që edhe kur bën një baklava e dik, është Seno Fishta, i cili pas ka ardhur dhe me argje sot, leka s'kemi vlla, duhet të mbaroj Bilbao me spanjollin, të kapënojnë lekë necë. Është emisioni nuk dina gjë sa është ora. Okej. Do thonë jo në orën 5. Okej. Podcasti në shkoj jeta rrëfishat, në orën nuk dina gjë. Unë të eda 330 në emision nuk më dhe kokën leku. Kam. Edhe unë prap jam i mirë, po të them, në qoftë se Bilbao me spanjollin dhe rërgol, do vishë të manxojnë lekë. Pyet, sa do lindesha? Po do lindesha 1-0-0-1. Diqem digital në orën? Do marrim të dy atë. 21. Për të dy. Po normal. Okej. Tani. Para festave jena, mësuesi i popullit, edhe mund na shpresh më shumë për këto produkte që janë sugjeruar nga ana juaj. Shkose mos në vite në brejkët. Jo, eca si ti, për dhe. Po. Po? Që na sugjerojnë për këto produkte të mrekullueshme? Ore tashi, edhe ti në studio të më thuash mua, apo të them unë ty? Po këto më thejnë me rritë. Unë të thash që baklavanë në qarë bëhet me milë, që të thash unë, tani logiki që milë do marrësh. Tani na shpjegoj. Vani, ti më thej merr millin më të mirë. Mini. Më thej merr millin më të mirë. Mini të lutem. Mora millin Ola. Po e unë të lutem, po më thua. Ky është milli im, sta jap ty. Po jo, ne jemi për t'i bërë reklamë. Po. Si ti dhe unë. Po. Kështu që lëshoje? Kush e do? Po lëshoje se Jo, s'është jemi. Po lëshoje se ta kaputa me kokë. Se do bëj baklava. Ta kaputa me kokë lëshon. Tani këtu. Të dashur teleshikues, i vetmi miell për të bërë baklava